Mirëmbrëma miq, mirë se vini në programin Familja 7. Në një botë ku gratë dhe vajzat përballen çdo ditë me sfida të dukshme, të padukshme, një thirrje ngrihet fuqishëm. Rezisto. Në 24 maj 2025, në orën 16 pasdite, në qytetin e Gjakovës, do të organizohet konferenca e 5 e grave dhe vajzave, në fakt një organizim që vjen nga bashkësia Familja Gjakov, dhe ne sonte kemi në një lidhje online Ina Gashin, organizatore dhe pjesë kyçe e kësaj konference për të na treguar më shumë për atë çfarë po vjen, për kuptimin e temës Rezisto dhe për ndikimin që kjo konferencë ka pasur ndër vite. Ina, përshëndetje. Enela, përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi, shumë suksese gjithashtu në realizimin e kësaj konference për gra dhe vajza. Faleminderit, Enela. Ina, si lindi kjo iniciativë për këtë konferencë të veçantë për gratë dhe vajzat në Gjakov? Në fakt, mua më kujtohet ka qenë viti 2021 edhe ka qenë një kohë kur vërtet ishte diçka në zemrën time në lidhje me gratë dhe vajzat. Ishte një dëshirë edhe unë gjithmonë do të them që Zoti do të sjellë gjithmonë një dëshirë edhe një pasion të ri. Dhe fillimisht kam dashur që të ishte gjithçka e qartë, ishte një zë që do të vinte nga Zoti. Edhe kam të Zot, nëse ti do të më tregosh diçka, atëherë unë do të jem e bindur ndaj teje. Dhe diçka që rinte gjithmonë në zemrën time ishte që shumë gra në Bibël nuk janë takuar ndoshta asnjëherë me njëra tjetrën. Për shembull, flasim nëse Ruthi nuk është takuar asnjëherë me Esterin, nëse gjenerata jonë do të kalojnë gjenerata të tjera dhe nuk do të takohen me njëra tjetrën, por e rëndësishme është që fryma e Perëndisë është e njëjta si në gratë e Biblës, në historinë e Biblës, është e njëjta frymë edhe tek ne, edhe në brezat që kanë shkuar, edhe në brezat që do të vinë. Dhe unë gjithmonë thosha që Perëndia ka nxjerrë gjithmonë gra dhe vajza që të ndërtojnë mbretërinë e Perëndisë. Ka pasur gra dhe vajza të cilat kanë marrë iniciativën për të drejtuar një popull, për të udhëhequr në diçka që do të përlëvdonte Perëndinë në lidhje me gratë dhe vajzat. Dhe më kujtohet kur në vitin 2021 ishte një zë, ashtu si unë thashë edhe në fillim që ishte një zë thoshte Ina, ka ardhur koha që në Gjakov të keni diçka në lidhje me gratë dhe me vajzat. Në fillim nuk është se mu duke pamundur, e dija që nëse diçka do të ishte nga Zoti Perëndia do të pajiste, edhe të mendoj që në ato kohë fëmijët e mi ishin shumë të vegjël. Dhe unë e kam thënë po Perëndi, nëse kjo gjë është nga ty, atëherë unë mendoj që ka ardhur koha për të bërë diçka për gratë dhe për vajzat. Çfarë do thotë Rezisto në kontekstin e kësaj konference? Në fakt, unë e kam menduar gjithmonë që Perëndia nuk të jep diçka për të rënuar ty, për të rrëzuar ty. Unë besoj që gjithmonë Perëndia do të japi diçka, një situatë, për thjesht vetëm për të të kalitur ty, edhe për të ngritur ty në një nivel tjetër. Edhe unë besoj që ne si gra dhe vajza duhet të kuptojmë që çfarëdo pengese, çfarëdo problemi, çfarëdo lloj sfide, çfarëdo vështirësie që jeta të jep të ofrojë situatat, rrethanat, unë besoj që është koha që ne duhet të kuptojmë që ne duhet të rezistojmë, sepse unë mendoj që është plani dhe vullneti i Zotit që ne duhet të kalojmë në anën tjetër. Ne duhet të rezistojmë dhe unë mendoj që shumë gra, edhe vajza, ka ardhur koha për të kuptuar që ne duhet të rezistojmë situatave dhe kohërave. Është ajo martesë që i reziston kohës, unë besoj që je fryt, ajo fejes që i reziston kohës, ajo vështirësi që i reziston kohës, me vështirësinë që jemi duke përballur në jetë, unë mendoj që ne duhet të rezistojmë. Ndërkohë, kam parë nga përgatitjet që kjo konferencë është duke marrë për masa të tjera, pse vendoset ta bëni këtë konferencë ndërkombëtare? Fillimisht në vitin 2021 ne kemi bërë konferencën e parë që kemi organizuar dhe ka qenë konferenca nuk ka qenë përtej Gjakovës, nuk ka qenë përtej Kosovës, por ka qenë konferenca vetëm sepse ne donim të krijonim diçka, donim që të krijojë diçka dhe ka qenë brenda kishës tonë, bashkësisë tonë. Dhe mua më kujtohet, ka qenë një vit kur drejtoni ka pas një mesazh profetik dhe e ka ndarë edhe në kishë dhe ka thënë që dëgjoni, shumë herë do të kuptoni që personi që keni pasur afër në karrige, në kishë ku keni qenë, do të vinë një kohë që nuk do ta shikoni më. Dhe atëherë më kujtohet ka qenë koha, domethënë që mbasi ishim kthyer mbas pandemisë, edhe ndoshta shumë veta dhe nuk i shikonin. Dhe ne vendosëm që
të bëhej si konferencë, do me thënë të organizojnë nga Bashkësia Familja dhe ne bënim thirrje në kishë dhe thoshim që një antar i bashkësisë mundet të ftonte dikë, një mik, një shoqe që nuk e kishte takuar për kohë, do me thënë që nuk e kishte parë në vazhdimsi që të vinte në kishë. Ose nëse ti njeh një shoqen tënde që dikur ka ardhur, ka dëgjuar për Krishtin në bashkësi, është mirë që ti ta ftosh të jetë pjesë në konferencë. Pra, fillimisht konferenca vitin e parë, vitin e dytë ne donim të ndërtonim diçka, ne e pam që konferenca po ndërtoi, e pam vitin e tretë që përsëri ishte një numër i konsiderueshëm dhe vërtet ne e pam që ishte bekim për shumë njerëz, pastaj ishte konferenca e katërt dhe ne menduam që duke qenë një konferencë që ishte bekim për qytetin, atëherë ne thamë që pse jo, ne duam të bëjmë edhe diçka që do të ishte përtej Kosovës dhe duhet të ishte përtej Gjakovës, pra për çdo qytet tjetër të Kosovës. Po, si e shikon Zoti në gjithë proces? A ke pasur ndonjë moment ku ai ka konfirmuar që kjo është rruga e duhur? Cila është fjala ose vargu biblik që të ka udhëhequr gjatë përgatitjes së kësaj konference? Në fakt, unë e kam parë dorën e Zotit në të gjitha konferencat, edhe unë jam bekuar jashtëzakonisht kur kam parë se si dora e Perëndisë të vepronte. Unë kam menduar gjithmonë, edhe unë e them gjithmonë që plani dhe vullneti i Zotit gjithmonë përparon. Plani dhe vullneti i Zotit gjithmonë do të ketë progres. Unë besoj që kur Perëndia të thërret edhe të pajisë në diçka. Dhe unë mendoj që ne u pajisëm në atë kohë për konferencën e grave, e ndërtuam pra diçka, edhe unë isha sigur që Zoti do të siguronte gjithçka që do të ishte e nevojshme në këtë konferencë, do të siguronte njerëzit e duhur, do të siguronte bashkëpunëtorët e duhur, do të siguronte gjërat e duhura që ne na duheshin në këtë konferencë. Kurse një nga vargjet që më ka udhëhequr, dhe unë mendoj që gjithçka ka qenë sinkronizuar, sepse ne fillojmë me përgatitjet shumë kohë më përpara, do të thënë konferenca rri gjithmonë në mendjen tonë çfarë të bëjmë, mendojmë për folsen, mendojmë për temën, dhe më kujtohet në janar, ka qenë diçka në zemrën time, ka qenë një vargj, është një nga vargjet e mia të preferuara edhe në dhjetën e vjetër, lutja e Jabecit. Edhe unë besoj që kjo është një lutje që çdo shërbëtor, çdo drejtues, çdo person, unë mendoj që duhet ta ketë këtë lutje. Jabeci thotë që Perëndi, unë lutem që ti ta zgjerosh territorin tim edhe të më bekosh. Edhe unë thosha gjithmonë që Perëndi, unë lutem që ti ta zgjerosh territorin ton. Unë kam dashur gjithmonë, unë do të vazhdoj të dua gjithmonë që mbretëria e Perëndisë të ndërtohet. Ne jemi duke punuar që të ndërtohet mbretëria e Perëndisë dhe pavarësisht se kush mund të jenë organizatorët, pavarësisht se kush punojnë. Unë e di që Perëndia përdor njerëz si instrumente, por unë e di që në këtë konferencë është vetëm emri i Jezus që do të përlëvdohet dhe gjërat erdhën në atë mënyrë që ne vendosëm për ta bërë ndërkombëtare, ne vendosëm që të zgjeronim territorin tonë. Edhe unë lutem që jo vetëm konferenca jonë, por shumë konferenca, shumë gjithçka që organizohet për Krishtin, unë lutem që të marrim një jehon edhe në gjithë duke punuar bashkarisht, unë lutem që vërtet, ashtu si Jabeci tha që Zoti ta zgjerojë territorin tonë për Krishtin. Lavdi Zotit. Ndërkohë kush është folse në këtë konferencë? Mund të na bësh një prezantim? Atëherë po, në këtë konferencë, për herë të parë ne po marrim një folse që do të vi jashtë Kosovës, do të vi nga Amerika, ajo është pastore Peci Peri, është një grua shumë e bekuar, është një grua shumë e vajosur, është një grua që ecë me dhuratën e profecisë dhe unë vërtet jam shumë e lumtur që të pres atë ditë dhe unë besoj që Zoti ka vendosur diçka në zemrën të pastor Peci Perit. Pra konferenca gjithashtu Ina do të mbahet tek salla e kishës Bashkësia Familja Gjakov, apo jo? Edhe kur përfundon edhe një herë për ata që po na ndjekin në këto momente konferenca? Konferenca është një ditore. Konferenca do të fillojë në orën 4 dhe besoj do të përfundojë ndoshta rreth orës 19 rreth orës 7. Po, në datë? Në datën 24 maj. Po, në ambientet e kishës tuaj. Po, në ambientet e Bashkisë Familja, po. Gjithashtu, Ina, keni një zakon të mirë me sa kanë vënë re në gjitha vitet e organizimit konferencës që gratë dhe vajzat visheni me të bardha, pse? Në fakt, kjo ka qenë në zemrën time, sepse kur filloja të mendoja në pjesën për konferencën, për gratë, për vajzat, për gjithçka, një detaj që nuk mund të them, do të thënë që ishte thjesht i fiksuar si një detaj që do të binte në sy.
por përtej një detaj, unë mendova që do t'ishte më mirë që konferenca fokusi nuk duhet të ishte se çfarë një grua do të veshi, apo si do të ndihet. Unë nuk kam dashur që një grua, ose unë në rast parë të shkojmë në konferencë duke menduar çfarë do të vesh atë ditë, si do të dukem atë ditë, dhe unë kam menduar që të ishim të gjitha njësoj, edhe kam menduar me bluzët të bardha. Kjo ka lindur si një ide, domethënë për të qenë të gjitha njësoj, edhe që fokusin thjesht do ta merrte diçka, domethënë që çfarë ne do të merrnim në konferencë, nuk do të ishte shumë e rëndësishme veshja. Dhe kjo prandaj është edhe qëllimi, domethënë që ne të jemi të gjitha njësoj, ne të jemi të gjitha njësoj. Dhe kështu ka qenë në vitin e parë dhe pason akoma, që vajzat janë të gjitha me bluzët e bardha. Po, na e ke bërë më të lehtë ardhjen, mos mendojmë fare për veshjen. Siç ne femrat e kemi zakon pak këtë pjesë. Ina, për shembull, nga hera parë, çfarë mban mend vitin e parë të organizimit konferencës, pasi gjithmonë fillimi i diçkaje shënon momente në zemrën e dikujt, por edhe flet shumë për vazhdimsinë. Po, në fakt unë kam parë në konferencë, ndoshta në të katërta konferencat unë kam parë kam parë mrekulli, unë kam parë vajza që janë të shëruar, unë kam parë vërtet lotë dhe kanë qenë lotë gëzimi në konferencë. Unë gjithmonë nëse ka diçka që unë jam motivuar në konferencë, unë e di që Zoti mund të bëjë gjithçka, unë e di që prezenca e Jezus Krishtit në një konferencë mund të sjellë gjithçka, do të sjellë shërime, do të sjellë çlirime, por një gjë që mua më motivon dhe unë nuk e harroj asnjë vit është prezenca e Zotit. Unë Enela dua të them diçka që në fakt, i kam thënë vetes time dhe kam thënë edhe Perëndis që për mua nuk është në kuptim e rëndësishme që ne të fokusohemi në numrin e konferencës. Për mua ka qenë gjithmonë e rëndësishme që të fokusohemi te prezenca e Zotit. Edhe unë jam lutur këto kohë dhe kam thënë Zot, për mua është e rëndësishme që të jetë prezenca jote. Për mua nuk është e rëndësishme, edhe pse ndoshta do të donim, nuk është e rëndësishme që të ishte gjithë Kosova, gjithë Shqipëria. Për mua është e rëndësishme që në këtë konferencë të jetë prezenca e Zotit. Dhe diçka që unë e mbaj mend, dhe diçka që mua më motivon vit pas viti, është prezenca e Zotit në konferencën që unë e shikoj çdo vit. Po. Ndërkohë, si janë pritur këto konferencat e mëparshme nga viti në vit? A duket se ka ndonjë risi nga viti në vit? Patjetër, unë besoj që çdo vit ka pasur një risi. Folset, unë besoj që çdo vit ka qenë një fjalë që ka ardhur nga Perëndia. Unë besoj që shumë gra dhe vajza kanë marrë një fjalë jo thjesht nga njeriu, por kanë marrë një fjalë nga Zoti, ka qenë një bekim. Edhe vërtet unë vazhdoj të them që puna e Zotit përparon, puna e Zotit ka progres, por unë kam parë dorën e Zotit edhe kam parë edhe gjëra të reja. Ndërkohë, diçka konkrete, nëse ke mundësina, qofte edhe një histori apo dëshmi të ndonjë të grave apo të vajzave që të ka prekur thellë dhe kanë lënë gjurmë në zemrën tënde. Çfarë mund të kujtosh në këto momente? Mund të kujtoj në vitin e parë, ne jemi lutur në mënyrë gjenerale, jemi lutur për ato gra dhe për gra që ishin të martuara por që ende nuk ishin fëmijë. Dhe në vitin e dytë, pastaj ne shfaqëm edhe një video në konferencë se si një grua Zoti e kishte bekuar dhe ajo tani ka një fëmijë, do të thënë ka vajzën nga të 2-3 vjeçë. Një tjetër bekim që për mua arri në zemrën time dhe ajo ka qenë një gëzim në radhë parë, ka qenë koha kur një vajzë vuante nga tiroidet. Edhe mjekët i thoshin që do të ishte shumë e vështirë për të, edhe për të patur fëmijë. Dhe sot unë bekojmë që ajo vajzë është e martuar, ka fëmijë dhe është e shëruar komplet nga tiroidet. Kjo ka qenë një nga bekimet, edhe prandaj unë thashë gjithmonë, ne do të shohim mrekulli, ne do të shohim gjithçka. Unë e di që fryma e Perëndis bën gjithçka, por unë kam kur shkon dorën e Zotit edhe kjo gjë vërtet të motivon. Unë kam parë njerëz që janë shëruar, edhe se si e kujtojnë me nostalgji kohën kur thonë Ina, po, e dim që në maj është koha e konferencës. Dhe me këtë që ti, Ina, je duke treguar vërtet na tregon qartë që konferencat të tilla nuk mund të mbesin në nivelin e një konferencë të zakonshme, kur shikohet dhe fuqia e Zotit është në veprim, është e jashtëzakonshme. Amen, patjetër shikon. Por si mund të regjistrohen gratë dhe vajza që duan të marrin pjesë këtë vit në konferencë?
Po, atëherë, ne kemi publikuar edhe në rrjetet sociale, ne kemi publikuar në Facebook, kur për këtë vit, do me thënë, gratë dhe vajzat mund të regjistrojnë dhe afati i fundit të regjistrimit është deri në datën 17 maj. Ne e kemi thënë që nëse gratë numrin e parë që do të regjistroheshin, do të ishin që ne mund të siguronin fjetjen për ato gratë dhe dua t'ju them që fatmirësisht numrin e parë, do me thënë, ai sa vende ne mund të siguroni për të fjetur, ai numër është plotësuar, por nëse, do me thënë, afati, unë e thash deri në datën 17 maj, gratë dhe vajzat e tjera që do të regjistrohen, sigurisht që ato mund të kontaktojnë me ne në rrjetet sociale, por gratë dhe vajzat që do të regjistrohen nga ky moment do të jenë, do me thënë, duke paguar edhe fjetjen, patjetër, sepse është plotësuar numri, kur ne kishim një numër të limituar që do të siguronin fjetjen për ato gra. Po, gjithsesi jeni shumë bekim për aq sa ju keni mundur që të mbuloni. Cila është ëndra juaj për këtë konferencë dhe për gratë dhe vajzat që janë pjesë e kësaj konference? Ëndra ime është që çdo brez, çdo gjenerat të ketë gra të perëndishme. Ëndra ime është gjithmonë që në çdo brez të ketë gra që i shërbejnë Zotit me zjarr, i shërbejnë Zotit me pasion, janë gra që vërtet janë motiv për brezat në vazhdim. Ëndra ime është gjithmonë që gratë edhe vajzat ta përjetojnë prezencën e Zotit. Dëshira ime është që unë gjithmonë e them që unë kam dëshirë që ta shoh një grua të plotësuar. Dhe kur flas një grua të plotësuar, është një grua që vërtet e ka përjetuar çlirimin, e ka përjetuar shërimin, ecën në risi, ecën në risinë e jetës, ecën me Krishtin në vazhdimsi. Edhe kjo besoj që është dëshira ime, edhe unë lutem që edhe në këtë vit në këtë konferencë, unë lutem që shumë gra edhe vajza të mbushen me prezencën e Zotit, edhe unë lutem që shumë gra të jenë një bekim për brezat në vazhdim. Unë, veç se më jepet rasti, dua të them që unë besoj fuqishëm që në Kosovë ka gra edhe vajza që kanë një potencial, ka gra dhe vajza që shërbejnë, unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për gratë edhe vajzat si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Unë besoj që është një kohë, ashtu si te Esteri thuhet që ti je lindur për këtë kohë, edhe unë besoj që ka gra që janë lindur për këtë kohë. Po, besoj ky është një mesazh i vlefshëm edhe për çdo grua që ndoshta sot ndihet e dorëzuar, Ina. Po, unë mendoj që është koha, ose është momenti që ti do ta kuptosh që ti të rezistosh. Ashtu si dhe në fillim të bisedës së bashku, unë e thash që unë mendoj që gratë dhe vajzat duhet të dinë që Zoti nuk t'i jep diçka për të rënuar. Zoti t'i jep diçka që ti të kalosh në anën tjetër. Zoti t'i jep një situatë që ty të të përgatisi më të fortë. Zoti të ka dhënë një situatë si ajo trampolina që ti kalon në anën tjetër me Zotin dhe ti ke për të kaluar me Zotin. Dhe unë besoj që është koha që ne duhet ta kuptojmë që ne duhet të rezistojmë kohërave. Ne duhet të rezistojmë kohërave pavarësisht se ndonjëherë duket e vështirë në një situatën ku jetojmë, ndonjëherë duket e pamundur për ungjillin, ndonjëherë duket e vështirë në këtë kohë, domethënë kur ti nuk shikon ndoshta le të themi fryte, por unë besoj që çdo gjë që Zoti ka vendosur në zemër, ndoshta një ditë do t'i japi fryt. Ndoshta ne shohim punën tonë dhe themi po Zot, ne duam të shohim akoma dhe më shumë, por unë besoj që në kohën e duhur, në momentin e duhur, unë besoj që ç'të mbjellim ne kemi për ta korrur. Edhe unë besoj që është koha që ne të rezistojmë. Ina, të falenderojmë që ndave me ne zemrën, vizionin, për kushtimin që ke për gratë dhe vajzat në Kosovë. Faleminderit dhe jo vetëm. Edhe unë do të falenderoj për këtë gjë. Shumë faleminderit, Ina. Ndërkohë, ju njoftoj sërish se konferenca e 5 për gratë edhe vajzat, organizuar nga Bashkësia Familja në Gjakov, pra mos harroni, në datën 24 maj 2025 në orën 16 qytetin e Gjakovës, është më shumë, më tepër se sa një takim, është një ftesë për qëndrueshmëri, për besim pa lëkundur, për ecje të guximshme përpara. Nëse je një grua ose vajzë që ke nevojë për forcë, për mbështetje e frymëzim, kjo është një mundësi që nuk duhet humbur. Ju falenderoj miq, ndërkohë do të rikthehemi pas pak në studio, do të kemi të tjerë të ftuar në Familja 7.